Sipas raportit mjekësor, kur e keni të hjek kufomën, çka shkruan si pasojë e çkafit që vajza ka ndru jetë? Nuk na kanë dhënë asnjë raport. Nuk e besoj që vajzën mundi Jo, me tërhiq pa pas një raport mjekësor. Qore, unë pe bëj edhe publike këta. Në ora 6:23 minuta mëngjesin e së premtes me datën 6-in, pe intenzives qendrore na kanë se paraprakisht unë i kom thirr me numër temin, edhe kam pas numrin tem shënum të parin, domethënë, edhe për gjithçka jam koni njoftu mone si Fidan Shala për gjendjen e fëmijës tem. Qysh mundet bake me thonë doktoresha pja eken aparatura një pacientin gjendje kome, pja eken aparaturat mrena 24 orëve. Jo me linë dyshimet, po to janë be fakte bre, fakte janë, o vllavi jam. Qysh mundet me ndodh, qysh e merr guximin, është e parapame një pacient gjendje kome deri në 7 ditë nuk guxon jo ka aparatura. Kur e di që ka probleme frimarje, që kanë thonë ka probleme frimarje, paraprakisht ata e kanë konstatuar anesteziolog ka pas gjatë intervenimit ka pas probleme me frimarje. Te kur e more qatë pacient, kur ta dorëzoj bashkëshort janë dur tonde, a u kon të fol me tyje, a u kon të kesh, a e ki niti që u kon gjendje të mirë, a e ka pas koll, a ka pas diçka, jo nuk ka pas, e qysh erë pra deri të vdekja sejna, jo be baki se kjo është mi qitë hisyve, me thonë, e mëtëm një fmi, po mushmi më mshef, po mshefmi. Jo baki, une, si Fidan Shala, si prind, nuk ja fali për jetë zotit, sa të ka myme me jetu, nuk ja fali. Ta pe bëj publike, e kom bërë publike çdo medium, çdo portal. Nuk ja fali për vetëm arsye pse nuk e kanë marrë si përgjegjësi morale, njerëzore me dalë me thonë, shpreh ngushëllimet për humbjen e një qytetare të këtij vendit, një fëmije 3 vjeçare, me dalë me thonë publikisht shprej keqardhje për rastin që ka ndodhur, po jo, janë mshef mbrapa krimit që kanë bërë. Janë mshef. Kjo është krim. Krim ndryshe nuk mundet mu qujt kja. Po na tregoni se mort lajmin që vajza ka ndru jetë. Lajmin e kena marrë po atë ditë ka qenë ditë e premte, në ora të kazova në ora 6:23 minuta, edhe nuk kanë njoftu mua në telefon. E kanë njoftu në telefon bashkëshortës. Pse? Unë nuk e di. Se s'm ke thirrë qatë numër që ke kontaktu non stop me mua. Po e quaj ke thirrë numrin e dytë pas numrit parë. Mja kallë zemrën bashkëshortës me qitë me mytë edhe këta me dalë para aktit krym. Jo be vlla. E kanë thirrë bashkëshortën, kanë thonë doni me ardhur urgjent se Fidajenës ju ka përkeqësu gjendja. Kjo Irake që tesa të vini jo, avde mja konfirmu lajmin. Jo pasi që është operua ditë, pastaj ka qenë në repartin e intenzives. Po, e kanë quhet të vdekur. Për sa ka qëndru aty në intenziv? Ka qëndru të mërkurën në ora 3 e kanë dërguar. Pas dite të 8-ën jemi konë vizit, na nuk na kanë lënë si prind. Të pakte nuk on dasht, pakte me na iqnosh zemrën neve, atë ditë të mërkurën, mas dite as na kanë lënë më ja afru, kur e kanë shtinë sove, e rrëthëkun komplet stafi ato, e këshin pas pregadit skemën. Përdin, e këshin pas pregadit, për një 10 e kanë rrëthëku kofomën, sa e kofomën konë e vdekur, e këshin e rrëthëku, mu si prind, në një s'm kanë lënë mjë avyt as nga te
vetura e ambulancës, as nënën e fëmijës, bashortën teme, nuk na kanë lënë ma vyt. Unë kam dëshmitar, unë kam një kushëri teme ka qenë adet me ditën kritike, kur e kanë myt qikën në sallë të operacionit, ajo është dëshmitar që nuk na kanë leju ma vyt as me pa vajzën çfarë gjendje janë të qunë intenziv. Nuk na kanë leju se rrëzëkun, thanë, s'keni drejt ju, s'keni drejt ma vyt. Do me thonë vajza është operu në ditën e mërkur, ndërsa në ditën e premtë? Jo, ditën e mërkur operu, ditën e mërkur e kanë dërgu të vdekur në intenziv qendrore, të ejtjen e mi shku, une që ja ku matë pulsin bakeshe qëtu, e kuptona ka sheja jetë një pacient ose një person, nuk ka pas ku një farë sheje tjetës aja. Qika i shkon e ftoft, akëll, kufum bre, kufum, edhe kanë marrë, e ka ingjizu gruja 9 sekonda i kem video ingjizim, që e ka bu me telefon. Edhe që një doktor atë, tha nuk lejohet, shka i të bu, ka nga, avde sikur paramilitar sërb, qysh na kanë keshtrajtu qashtu. Pse nuk lejohet fëmija jot me gjiru, nuk i kuptoj. Edhe, nuk e di, ata du të mi vetë. Ata, për mjam shef krimin që kanë bo, para prakisht, në sallë të operacionit, ta kanë këshur mjam shef krimin, shokit vetë, që ka bo aktin në sallë të operacionit. Unë e këta nuk ja fali për jetë vetë, për vetë me në arsye, pse kanë orë, e kanë bo këtë gjest tull, pas skrupull të njerës, pa ndërgjeqëm, e kanë qujtë rastin trajtimi pa ndërgjeqëm. O ju i pa ndërgjeqëm, po trajtim mas njerëzore kanë bo këta. Që se bën një armik i jote. E lemo doktori e anesteziologu. Qyshën e muj si prind me dalë mi thonë ati anesteziologu t'je profesional. Ose qasaj doktoreshe. Qysh mund është mi thonë bre? Diplomat, ja i kam ble vëlla diplomat falso mas luftës që unë e di që sa ka shku pasulli në Kosovë. Kush ka mujt diploma, kanë marrë, ka njerëz në gjykatë kushtetuse kanë punu me diploma falso. Këta jo gazetarët, jo mediat, na jep një informacionet çka ndodh këtë vend. Ky vend është i ndërtum pas luftës, i ndërtum me njerëz mafioz, që drejtojnë këtë vend. Une mafioza jam, bash shkurt e shqip, bash mafioza jam. Pse jam mafioza? Se prokuroria o këndasht, prokuroria e rastit o këndasht mi shti, para burgim mi arrestu. Kush ka qenë atë? Jënë konë filmimet, jënë konë kamerat e sigurisë, kush ka qenë pjesëmarrës atë? Trak, shteni para burgim, mos manipulo me provat, se këta është i këta raportin autopsis, ka do raportin nuk e boj publike, nuk e boj në vlla. Unë premtën e kalume, jem konë në institut mjekësisë ligjore zyrtarja, një zyrtar atë, në institut o burtha, shko mere raportin të e ki në prokurori. Shkova prokuroria, as nuk dashti me më pranun të akim, e zuna në koridor të dalë. Të dalë në koridor, tha nuk kam kohë, tha se kom e shku në seansë. Kam seansë. Qysh be ki seansë ti si prokurori je obligune mu më njëftu si prind. Ku është problemi? Për shka pim shef një senet. Del, thu jo vlla, ka ndodhë që kjo. Njerëz jemi. Aj që ka po aktin, aje do të me marrë dënimin e meritum.